Kjo fundjavë ka gjetur Pojanin të mbushur me ngjyra, aromë dhe atmosferë festive. Festa e trëndafilave tashmë e kthyer në traditë, mblodhi banor, nxënës, artist dhe vizitor në një aktivitet që promovon bukurinë e natyrës dhe trashëgiminë e zonës. Në një fshat ku pothuajse çdo obor zbukurohet nga trëndafilat, komuniteti ka vendosur që kjo pasuri të shndrohet në një simbol identiteti dhe krenarie. Sipas kryetarit të Bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, festa është bërë tashmë pjesë e kalendarit kulturor të njësisë administrative të Pojanit. Po në çdo njësi administrative ne kemi festat tona lokale, e Pojani ka një festë të veçantë, të themi, festa e trëndafilave, për cilat shkruan të gjitha familjet, veçarisht gratë, zonjat e Pojanit, të cilat në shtëpitë e tyre, në oborret e tyre që kanë fantastike, nuk mund të gjesh pa trëndafila. Kjo është bërë shkak që gjithë komuniteti i fshatit, drejtësia, po jo vetëm, kanë kërkuar që kjo të bëhet një traditë e përvitshme, ndaj dhe ne kemi qenë në mbështetje të tyre gjithmonë, ku ka më mirë se një festë trëndafilash, ndryshe nga festat e tjera, të jetë e përvitshme, jo vetëm si nocion, por dhe për vetë gatime tradicionale që bën kjo zonë, apo traditat të tjera të veçanta. Është një festë që bashkon gjithë komunitetin e Pojanit, gjithë komunitetin e njësisë administrative të Pojanit, që është nga më të mëdhat e Bashkisë Maliq, në një festë e cila në konceptin tonë, por dhe të staveve pedagogjike të shkollave, sjell vetëm gëzim, armoni, ne patjetër jemi të kënaqur që kjo çdo vit shtohet me aktivitete të ndryshme. Dhe pse ne jemi një bashki me profil bujqësor oblektoral, themi, nuk na mungojnë vendet e bukura në të gjithë territorin e bashkisë. Vetë bashkia ka rreth 16 monumente të kategorisë parë, të cilat janë shpallur me vendim qeverie, e tashmë kanë filluar të rriten edhe bujtinat e para, të shtohen atraksione turistike në zonën e Gorës, në zonën e Moglicës, por edhe rreth fushës, po themi në Leminot, në Çaushli, kanë filluar të themi ato shkëndijat e para, të cilat po kërkohen edhe nga vetë turistët, të cilët po lëvizin në këto zona si zona shumë të bukura, Lugina në drejtim të Gorës dhe të Moglicës, e pastaj në drejtim të Gramshit, në mendimin tonë, por jo vetëm, është një nga më të bukurat e Shqipërisë. Organizimi i aktivitetit u mbështet edhe nga Qendra Kulturore Dimitër Orgocka, e cila solli një program artistik me këngë, valle dhe interpretime të ndryshme. Dhora Shkëmbi, drejtoresha e Qendrës Kulturore Dimitër Orgocka, u shpreh se kjo festë tashmë është kthyer në një traditë. Festa e trëndafilave është kthyer tani më në një traditë për fshatin e Pojanit, i cili me gjithë këto restaurime është kthyer në një qytet shumë të bukur. Edhe ne jemi shumë të lumtur që Qendra e Kulturës Dimitër Orgocka është një suport i shkollës së mesme Bardyl Pojani në këtë aktivitet. Ata na kërkuan që ne t'i ndihmonim me një program artistik, edhe ja tek jemi, do të ketë patjetër ristira, do të ketë këngë, valle, edhe muzikë për gjithë banorët e Pojanit. Festa e trëndafilave në Pojan është një festë që është organizuar edhe banorët këtu kanë dashur të quhet festa e trëndafilave për shkak se çdo shtëpi, çdo banesë është e mbushur nga trëndafilat. Edhe pse jo, kjo festë të sjell më shumë trëndafila në çdo banesë, sepse trëndafili është poezia e natyrës. Banorët e zonës e konsiderojnë festën një mënyrë për të ruajtur traditën dhe për të nxitur brezat e rinj të kujdesen për lulet dhe mjedisin. Kemi shumë trëndafila në Barç, në Obor. Kjo festë që bëhet është si traditë në fshat është gjithmonë një festë shumë e bukur, që zgjon atë të rejnë e njeriut, rinin ato kultivimi të trëndafilit. Unë kam 8 rejnë trëndafilat të mëdhenj. Kanë të gjitha shtëpitë në Pojan? Kanë, plot, të gjithë kanë. Të gjithë punojnë. Punojnë, shtojnë, baçe shumë në trëndafila. Gjë e bukur në përgjithësi. Edhe të moshuarit e shohin me kënaqësi vazhdimin e kësaj tradite ndërbreza. Vini dikush trëndafil lloje të ndryshme. Kishin të gjithë shtëpitë trëndafila? Po thoj se të gjithë. Ta ndikin atë tonë të rinjtë. Se kilsështë. Vetëm trëndafila apo dhe lulet e tjera? Dhe lulet e tjera të përzjera të ndryshme. Mes aromës të trëndafilave, gatimeve tradicionale dhe programit artistik, Pojani përcolli edhe këtë vit mesazhin se ruajtja e traditave dhe dashuria për natyrën mbeten vlera që bashkojnë komunitetin dhe e bëjnë këtë festë gjithnjëherë më të dashur për banorët dhe vizitorët.